pak me vlerësu. I vetëmi asamblesë në Kosovë muj me thonë, sepse s'kum pa, as s'kum dëgju, që numrin e telefonit e qes në vizitkartë. Edhe me dhonë edhe një betim, edhe nëse fitoj, por edhe nëse nuk fitoj. Angazhimi jam a beson që ka me konë edhe nëse nuk fitoj, sepse njeriu që drejtohet të une nuk muj me thonë, jo, nuk muj me ta kry. Unë premtime të rajshme që nuk muj unë personalisht. Ma shamë turshit, aja pagun popët. Jo. Se së banë. Jo, se s'muj me u bo. Është drejt. Se dikush ma herë dëmë sa pota, unë ja paguj. Asë rrymen nuk muj me ju premtue. Të dashur miq, jena këtu me Shajp Hajrizin, i cili unë e kam pa në rrjete sociale, i cili është edhe kandidat për asamblen komunale. Përshëndetje, zotë. Përshëndetje. Është e vërtet që ato që e kam pa që e thash, je kandidat për asamble? Po, e vërtet jam, unë jam kandidat i Lidhjes Demokratike të Kosovës, kandidat për asamblen komunale. Kam qenë 3 mandate ma heret, në këtë mandatin e fundit nuk kam qenë, por vullneti për punë. Angazhimi jam, edhe pse s'kam qenë në asamble, kam marrë kërkesa prej shoqënisë, prej familjeve, prej njerëzve që më njohin, kanë kërkuar që une me hy garës, sepse kur je atë e ki mundësin ma të madhe për me kry punë për interesat qytetarëve. Prandaj kjo është ajo arsyeja pse mua më ka shty me hy prap me kandidu për asamble komunale. Pse njerëzit do të më të votu ty? Njerëzit që më njohin e din mirë, po ndoshta po foli për ata që ma pak më njohin. Mua njerëzit duhet me më votu sepse çdo kërkesë e qytetarët që adresohet te une, nuk ka shans une mos mu angazhue 100% për me kry qatë punë. Do me thonë, nuk jam prej atyne që ma jep obligimin dhe une të tham ty po dhe mo nuk e baj as një përpjekje me krye qëta. Une hiq mus me pas ma për ty, që thojmë gajle për ty. Une angazhona për me kry, sepse une e shënohet logjikën tem, trunin tem, ajo kërkesë e jotja, dhe për me letësu vetë vetën, une i dha shumë angazhim edhe përpjekje për me kry se e liroj vetë vetën, nga qaja ngarkes, nga qaja kërkes për teje. Do me thonë, e kam vullnetin me ja kry çdo njonit. A muj mi kry çdo njonit? Jo, po angazhimi im bëhet 100% për se cili, pa marrë parasysh, a ku marrë vot për tyne, a jo. Ta tham edhe një të vërtet, edhe që është pak me vlerësu. I vetëmi asamblesë në Kosovë muj me thonë, sepse s'kum pa, as s'kum dëgju, që numrin e telefonit e qes në vizitkartë. Po, e kam pa. Do të thotë, shumë kush ta merë votën edhe mos ta qelas telefonin. Jo krejt, s'po tham krejt, po ka dhe prej atyne. Unë ja dha mundësin çdo votuesit që nesër mas zgjedhjeve me ma bo një telefonat edhe me thonë, ta kom dhënë votën, tash e kam unë qitë problem, e ja këtë. Dhe besa që unë ashtu që shkoj që tash para zgjedhjeve të njerëzit, edhe mas zgjedhjeve jam i njëjti. A premtojnë qytetarët sikur politikanë? A premtojnë qytetarët sikur politikanë? Për më shumë, jo, tash qytetarët e kanë kohën me premtu, me thonë po, vëlla ta dhënë ty votën. Edhe ati qytetrit po? Po, për fat keq po. Edhe për qytetarëve ka që ta bojnë rafsh pak. Sikur politika që për na i baneve. Po, bash si politikaj që premtojnë gjithçka, e mas andej nuk angazhohen për me kryq ato. T'jeni të bindun që muj mi pas 100 gabime,
por qëta une nuk e ku bo kur, as nuk e baj. Ato që ka e premtoj, pe thamë edhe një të vërtet, ka ndodhë që ju më dalë para 20-30 vetëve, kanë kërku diçka me kry që është e pa kryshme në qatë moment, dhe ju këmë thonë jo, se s'du me premtu rajshum, sepse nesër mas zgjedhjeve, unë du me të pa ty në sy, e jo me ikune, se mos po më thu ti pse ke rajt. Prandaj unë premtimet rajshme edhe me ditë që hupi për ato vota, t'juvet apo dikuj tjetër, nuk i premtoj rajshum. Cilat janë premtimet që i ke bo? Se unë gjatë shiqimit të medjave, gjatë qëtaj fushatës, unë e kam një që do kishin thonë, ja pagujna rymën, ja pagujna dasmën, ja pagujna frezerkën, ja pagujna pedikyrin, medikyrin. A ti që ka ke premtu? Jo, unë thash ma heret, unë premtime të rajshme që nuk muj unë personalisht. Më shumë turshit, a ja pagun popët? Jo. Se së banë? Jo, se s'muj me u Është bo. drejt. Po. Se dikush ma herë do më sa pota, unë ja paguj. As rrymen nuk muj me ju premtue, as ku me di qka, por qka ju premtoj une, e ke problemin me një rrugë, e ke problemin me një kanalizim, me një ndryqim, me një punë komun, që ka mundësi pa shkeljet të ligjit reguloreve, me ndihmu, me shty qatë punë, mu interesu me shku të drejtori, me ta kry qatë rrugë që kje problem që atje, qëto janë premtimit e mija, dhe qëto i baj 100%. A pret me shtatin a me satin kënë? 12. Me 12. A pret me 12 që do t'jetë fitus i Prishtinës? Unë e shpresoj që po tu e pas parasysh që më njohin njerëzit për krejt qëto që pi thamë. Ata që më njohin e din që unë e rajshum nuk premtoj. Ato që ka e premtoj, ato e bëj. Edhe angazhimi jem është maksimalisht 100%. Prandaj, kam besim që më njohin shumë për angazhimin, sepse kam përvoj edhe në kalumen, edhe nuk është i zhgënym prej angazhimeve të mija askush, prandaj edhe pres mbështetjen e dashamirëve, e njerëzve që e din angazhimin tem, që më respektojnë edhe e din sinceritetin tem. A menon që ka me pas shumë votus në këto zgjedhje, duke i pa që qeveria ende nuk është formu, edhe kanë me gjithë shka e pa formume, shtetërore, e tash për zgjedhjet lokale mos janë zhgënym populli për mos me dalë zgjedhje. Po, janë zhgënym, por besoj që ka me pas votus ma shumë, sepse kjo zgjedhjet komunale, këto lidhen drejt për drejt me nevojat qytetarëve, të lagjes ku jetojnë, të rrugës ku jetojnë, dhe se cili del në zgjedhje me të dhonë mundësin ty që nestra me kërku prej teje me ju krye një punë. Prandaj nuk janë sigur këto qeveris, këto besoj që ka me pas votus ma shumë se sa nivelit qendror që ka pas. Edhe një pytje pikureshtjes. A ki me dhonë intervistën e parë pas zgjedhjeve nëse fiton për Prishtinë? Po, jam i gatë shumë me dhonë, edhe me dhonë edhe një betim, edhe nëse fitoj, por edhe nëse nuk fitoj. Angazhimi jam a beson që ka me kon edhe nëse nuk fitoj, sepse njeriu që drejtohet të une nuk muj mi thonë jo, nuk muj me ta kry. Edhe pse nuk kam pozit që une muj mi thonë po ta kry. Por qaj angazhimi që pe përmeni, angazhimi jam bëhet 100% edhe nëse nuk fitoj. Por nëse fitoj, e kam mundësin shumë atë madhe me ja kry gjdo votusit që më ka besu, sepse aty jam në mledhje me kryetarën, aty jam me drejtora mledhje, dhe kam atë mundësin më atë madhe mi thonë drejtorave, mi thonë kryetarit, që unë e kom kërku vota prej qytetarve dhe falë ty ne jena edhe jo edhe une në asamble, prandaj duhet me ju kry që kjo punë, apo? Prandaj jam i gatshëm edhe mu betu që angazhimi jam ka me kanë për se cilin
qytetar që drejtohet të une, për me ju kry qaj problem që mundet me pas çdo qytetar. Tu nis për rrugë, krejt ato tjera që çdo lagje ka kërkesat edhe problemet e veta. Faleminderit që ishe pjesë e jona. Faleminderit edhe për juve që ma dhat këtë mundësi, edhe kërkoj e lës qytetarin që del në votim, ta voton kryetarin në Rama në rend parë, sepse është i pa kontestueshëm. Parim Ramën. Për parim Ramën, që është i pa kontestueshëm, individi ma i qillum i Prishtinës, sepse din, ka vizion, edhe është i qati profesionit. Dhe mas për parim Ramës, kërkoj edhe vot për mu personalisht, numër 49, por një herë 113 LDK, 49 për mu, dhe fleta tjetër është për kryetarin, për parim Rama. Dhe ju premtoj që nuk kemi me i zhgëny asë një person që ma ka besu votën e të. Faleminderit që ishe pjesë e jona. Ju të dashur miq, rrini me neve sepse gjanat e mira i se në veç na Kosova Info ju informon për çdo gjë.